ndërë, po mund të jetë edhe dëshmitar. Mundet edhe gjatë procesit mu bo, avokati mund e dirë me mirë këtë... Mund të shpjegoj, avokati. Spare më me thonë që Prokuria Speciale ka kry një punë jashtëzakonisht madhe dhe ka dëshmu që si institucion është i pavarur dhe nuk bjen prej presioneve politike, sepse dim çfarë presioni ka pas edhe nga kryeministri edhe nga gjithë aktorët politikë. Doli me njerë, ish ministri Arziu, kryetari i kuvendit tha, është politike. Ministria e Drejtësisë, tash në kryetarja e kuvendit veç doli, na jena mësu me i po edhe klientat tonë ka i postan edhe ka i shpërndarë ish ministria në për rrjetet sociale. Këta e në marë gjithmonë me presion ndaj gjithë njerëzve që miren me drejtësi. Sa i përket Hafiz Gars, marrëveshja mundet me dështu për shkak që nuk merren vesh për dënimin, për shkak që prokuria ka prova të mjaftueshme dhe nuk i nevojitë dëshmia e tij, dhe ja lën nëse do me pranu për megjithatë nëse ka qenë vendimi prokurorisë që me fillu negocime, ka pas gjasa që diçka kam pas të është obligative me fillu momentin që përshtrohet kërkesa për arritjen e marrëveshjes për pranim të fajësisë, dhe në anën tjetër kë ka pas mundësi me bë kërkesë që me hynë marrëveshje për pranim të fajësisë, me fitu lësira shumë të mëdha dhe ndoshta edhe lirim nga burgu, për me kusht që me bë dëshmitar bashkëpunues. Dhe tash, pas dështimit marrëveshjes, arritjes marrëveshjes për negociim edhe për dënim, kë nuk mund të jetë këto kushte dëshmitar bashkëpunues. Çdo dëshmi e tina e dhonë para prokurorit, për 3 persona tjerë, nuk mund të merret si provë në procedurë penale. Vetëm personalisht për vete, i vlejnë deklarimet e tij. Mirë po ato janë krijimi i opinionit dhe janë informacione shumë lëshme për prokurinë, në mënyrë që ai prokuria të orientohet dhe të vërtetoj me prova materiale. Me prova materiale dhe thelbësisht të besueshme. Aja çka është e mirë Prokurinë Speciale, që ata merren kryesisht me vepra korruptive, me vepra që janë natyrave tilla, jo sikur veprat penale që trajtohen nga prokurit e rregullta, kanë më tepër staf profesional, mirë po edhe kanë marrë prokurorët më të mirë prej gjitha prokurive themelore të regioneve. Unë 1-2 prokurorë që janë përgatitur, që kanë hetuar rastin, janë prokurorë shumë profesional, janë shumë punëtor dhe pothuajse gjitha rastet më të rënda të Kosovës i kanë pas. E kanë pas rastin e veteranëve, Miloti edhe Gashi. Valdet Gashi. E kanë Valdeti ka rastin e 400 kilave në substanca narkotike, llojit kokain, dhe në gjitha këto raste janë duke përfundu, mund të them, sa i përket aspektit të prokurisë suksesshëm, sepse rasti i prokurisë është i suksesshëm. Si u duk si akt akuz? Si akt akuz, niveli profesional është ato që janë botu është nivel shumë i mirë, po sa i përket çështjes së fajësisë personave, normalisht në këtë fazë procedurës ne do të konsiderojmë që këta janë të pafajshëm. Është e rëndësishme që ato që ka thuar në akt akuz a janë faktu apo si janë faktu me prova materiale për secilin veprim që është ndërmarrë, ndërka sa i përket çështjes sa është dashur këtë përfshirje dhe të personave të tjerë, unë mendoj që po, për shkak se secili vendim që merret nga niveli më i lartë ose më i ulët, në këtë rast është dashur të analizohet dhe të shikohet. Në këtë rast zoti Kurti aty figuron si dëshmitar, po që se ka deponuar dëshmin. Tash, kur ka kaluar në këtë fazë, kur është materializuar në akt akuz, do të detyrohet ta jap dëshmin? Po, në asaj lezoane, ishte i propozuar dëshmitar dhe gjykata është e obliguar të atë rast, nëse nuk paraqitet në gjykatë do të shoqërohet, nëse nuk ka rezultat me anë të shoqërimit dhe refuzon dëshmin, mund të caktohet paraburgim deri në 6 muaj, dhe në këtë drejtim besoj dhe fuqishëm du me besu që veni jonë
ka mundësi që me obligu edhe kryeministrin, edhe nësë është nevoja me dhon shembull që edhe me shoqëru me policë, edhe nësë është kryeministër kur fillon procesi gjyqësor, A nëse kërkon që t'i merret dëshmia në zyrë ti? Jo, në njërë absolute gjykata nuk mund me shku, nëse është smut në spital, atëherë duhet me shku me marë. Nëse ai ka mundësi me nejtë dhe me qëndru, se cilë person po flasë për dëshmitar, në saun gjyqësore, ai do të me shku në saun gjyqësore. Nëse nuk shkan, dhe është e rëndësishme dëshmia ti, nuk je këndorë prokuroria për ti, atëherë gjykata është obligume me dhunë, me shoqëru me forcë, për me që me dëshmu. Si qala, se jemi fare në fund, për jetëse në koha shpejt, se kemi shumë tema. Akta akuzë të tillë, ku po supozohet që 3 milion euro është buxheti, o dëmtu buxheti i Kosovës, kjo nuk mund më konë, kjo afere madhe korruptive nuk mund më konë veprim izolum i Rozetas. Këtu